Përshëndetje dhe mirë se erdhët na dy sot kundër zhvillimet kryesore do të ndiqni. Një aksident tragjik ka ndodhur në Manës të Durrësit ku 3 të rinj humbën jetën ndërsa 2 të tjerë mbetën plagosur. Dyshohet që njëri prej të rinjve që ishte në drejtim të mjetit humbi kontrollin duke u përplasur me bordurë. Faza e re për planin e shtetit Bektashi në Shqipëri, 2 vite pas hedhjes së idesë, palët kanë kaluar në shkresa ku baza do të jetë krijimi i statutit, pasaportave të veçanta dhe më tej edhe i paras. Mesazhe optimiste pas takimit mes drejtuesve televizjes vendosje dhe lidhjes demokratike. Albin Kurti dhe Lumira Abdigjiku sinjalizuan se nga 2 palët ka vullnet për dakordsi lidhur me zgjedhjen e presidentit të ri. Tronditet skena politike në Ukrainë, ish-ministri i mbrojtjes Mikhailo Fedorov kërkon mbajtjen e zgjedhjeve gjatë luftës në sfidën më të madhe ndaj presidencës së Zelenskit. Deklarata e tij ka hapur një debat fort pasi vendi është ende në ligjin ushtarak. Do të nisim edhe këtë edicion me aksidentin tragjik në Manës së Durrësit me pasojë humbjen e jetës së 3 të rinjve. Lidhemi edhe një herë me kolegen ton Elitiona Dogo. Elitiona, përshëndes edhe një herë cilat janë trejat më të fundit në lidhje me të rinjt pra që humbën jetën në këtë aksident tragjik. Të përshëndes sërish Andi, në fakt grupi hetimor vijon të mbledh detaje nga kjo ngjarje tragjike, po ashtu edhe punonjës të policisë së stacionit Manzës kanë bërritur dhe ndodhen në vend ngjarje me qëllim grumbullimin e pamjeve filmike në rast se mund të kenë në subjektet pranë, me qëllim zbardhjen e të gjithë dinamikës të këtij aksidenti të rënd, i cili pati dhe pasoja fatale me humbjen e 3 jetëve, 3 të rinj, pra 15, 25 dhe 26 vjeç. Nga të dhënat e deritanishme, mësohet që po ashtu që 2 nga viktimat, pra Cleo Vrioni dhe Sara Brungentelli, shtetase italiane, të jenë martuar vetëm pak ditë më parë dhe ndodheshin në Shqipëri pikërisht për të ndarë këtë gëzim familik të tyre, këtë gëzim të jetës së tyre dhe kanë qenë për darkë me të afërm të tyre në një prej restoranteve të zonës, ndërsa në kthim dyshohet që shkak i këtij aksidenti jetë bërë edhe shpejtësia e lartë me cilën ka lëvizur mjeti tip BMW duke fluturuar disa metra duke rënë më pas në kanalin pas krave të mi me pasoja fatale për jetën. Kanë qenë të shumtë banorët, por edhe kalimtarët të zonës të cilët kanë tentuar t'ju vinë në ndihmë personave të lënduar dhe duke njoftuar po ashtu sallën policore të stacionit Manzës dhe policinë e Durrësit, të cilët kanë mbërritur në ngjarje rreth orës 2:30 të mëngjesit, pak minuta pasi kishte ndodhur dhe aksidenti fatal. Nga të dhënat e deritanishme mësohet po ashtu se nga burime spitalore bëhet me dije se një prej të lënduarve ndodhet në gjendje të rëndë në Spitalin e Traumës në Tiranë me dëmtime të shumta në trup, ndërsa njëri nga të lënduarit e këtij aksidenti, një tjetër 25 vjeçar, fatmirësisht ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Të 5 personat ishin duke udhëtuar me mjetin e tyre tip BMW duke ardhur nga zona e Manzës pikërisht nga kjo kthes këtu, ndërsa pikërisht dyshohet që kjo bordurë të ketë qenë edhe piknisja e të gjithë aksidentit fatal, i cili ka humbur kontrollin e mjetit dhe më pas ka devijuar mjetin duke u kthyer disa herë, duke rrotulluar disa herë dhe duke përfunduar në kanal disa metra më tutje. Vijojnë hetimet sigurisht si kundër e thash, kanë qenë punonjës policisë edhe në orët e para kur kemi mbërritur dhe ne këtu, por sigurisht kanë mbërritur dhe në momentet e aksidentit duke çuar për trajtim mjekësor 2 të lënduarit dhe duke marrë trupat e viktimave dhe mjetin me të cilën kishte ndodhur i gjithë aksidenti fatal. Ende forcat e policisë pikërisht në vendin ku ka ndodhur aksidenti, është e bllokuar rruga në këto momente? Jo, aksi në fakt që në orët e para të ditës rreth orës 7-8 të mëngjesit ka qenë ish bllokuar. Kjo pasi policia e kishte pastruar të gjithë zonën duke marrë me karrotrec edhe mjetin e dëmtuar, por duke marrë edhe personat qoftë viktimat apo edhe të lënduarit e tjerë që sipas të dhënave deritanishme të paktën 3 viktimat kanë dërruar jetë në vend duke mos patur mundësinë për të çuar
shkuar në trajtim apo në kujdes shëndetësor në asnjëri prej tyre. Ndërkohë, 2 personat e tjerë të lënduar, si kundër thash, njëri 16 vjeç dhe një tjetër 25 vjeç, njëri prej cilëve ndodhet në gjendje të rëndë, ndërkohë që njëri prej tyre konfirmohet dalja jashtë rrezikut për jetën. Kujtojmë që aksidenti është regjistruar rreth orës 2:22 të mëngjesit të kësaj të mërkure, pikërisht në këtë aks kur mjeti tip PMV ka qenë duke ardhur nga Manza në drejtim të kësaj zone ku të 5 personat që ishin brenda këtij mjeti kanë qenë duke shkuar në banesën e tyre, pasi 2 prej cilëve ishin çift, 2 prej viktimave ishin çift të sapo martuar dhe të lidhur në kuror, ndërkohë që personat e tjerë kanë qenë të afërm të tyre që kanë festuar një mbrëmje në një prej restoranteve të zonës, që fatkeqësisht rezultoi fatal për 3 prej tyre. Elidiona Dogo, të falenderoj për 3 javë të fundit. Vrasja 20 vjeçarit portugez në Ksamil ka vënë në pranga 11 persona dhe 2 tjerë janë shpallur në kërkim. Policia sqaron se turisti është përfshirë në konflikt me 4 kamarierë dhe me rojet e sigurisë, ku pasi është dhunuar me grushte, është qelluar për vdekje edhe me thikë. Vrasja e turistit nga Portugalia në Ksamil ka vënë në pranga 11 persona dhe policia ka shpallur në kërkim edhe 2 të tjerë. Për ngjarjen e rëndë të ndodhur në një lokal në Ksamil, ku mbeti i vrarë 20 vjeçari Luis Miguel Varela Mendes, blut vendosën fillimisht në pranga autorin dyshuar Sokrat Vata, alias Sokrat Lipan. Vata u arrestua mesditën e së martës në afërsitë të Levanit, në tentativë për t'u arratisur, ku gjeti fsheu në bagazhin një automjeti. Bashkë me autorët e dyshuar u prangosën edhe 2 shtetas turk, të cilët po ndihmonin të largohej. Për ngjarjen e rëndë që ndrodhiti Ksamilin mëngjesin e kësaj të marte, pak orë pas arrestimit të Vatës dhe 2 turshve, u vendosën në pranga edhe 8 persona të tjerë. Sipas bluve të qytetit bregdetar, i riu nga Portugalia është dënuar edhe nga 4 kamarierët e lokalit, që tashmë janë në pranga, si dhe nga një person tjetër që po ashtu është përfshirë në konflikt me viktimën. Pas hekurave ka përfunduar dhe 3 punonjës policie, të cilët punonin gjatë natës si turprohen në lokal, por edhe pse kanë qenë dëshmitar të gjithë ngjarjes, nuk kanë ndërhyrë për të shuar konfliktin. Përveç mos reagimit, 3 oficerët e policisë akuzojnë se nuk kanë njoftuar asallën operative. Edhe pronari i lokalit ka qenë dëshmitar i gjithë ngjarjes, por sërish nuk ka njoftuar autoritetet, por ka vendosur që të largohet nga vendi i krimit. Policia bën me dije se tashmë mbi personat arrestuar rëndojnë disa akuza, duke nisur nga vrasje me dashje e deri te moskallëzimi i krimit. Mediat franceze, duke zbuluar detaje nga negociatat për krijimin e shtetit Bektashi në Shqipëri, shprehen se gjithçka do të jetë gati në shtator, madje ndër të tjera theksohet se urdhri do të ketë pasaportën dhe paranë e emërtuar Bek. Gjithashtu, për realizimin e gjithë procesit janë ngarkuar 3 negociatorët kryesor. 2 vite pas hedhjes së idesë së krijimit të shtetit Bektashi në Shqipëri, pale duket se ka nisur një fazë të re. Nga ideja në shkresa ku baza do të jetë krijimi i statutit, por dhe e pasaportave të veçanta, e mëtej dhe të paras që në shkrim raportohet se do të quhet Bek. Lajmin e ka dhënë media prestigjioze franceze, Intelligence Online, ku saktësohet se Kreshnik Grezda mban rolin ambasadorit të përgjithshëm në përfaqësimin ndërkombëtar, ndërsa përfaqësuesi për Shtetet e Bashkuara është Christopher Hilland, themeluesi një kompanie tekstilesh luksoze me bazë në New York. Intelligence Online e përshkruan atë si një sipërmarrës aktiv në Ballkan, i cili në vitin 1992 ka qenë këshilltar i fushatës presidenciale të Bill Clintonit dhe zëvendës drejtor kombëtar politik për elektoratet etnike. Për Francën dhe Belgjikën, përfaqësues është emëruar Aziz Vardar, një sipërmarrës belg me origjinë shqiptare dhe aktiv në sektorin e kulturës. Sipas Intelligence Online, projekti i shtetit Bektashi nuk po kufizohet vetëm te krijimi i një statusi të veçantë territorial në Tiranë, duke përshkruar si një Vatikan musliman dhe një shtet që pritet të jetë më i vogël në botë, në një shtrirje prej 11 hektarësh. Mëtej theksohet se bisedimet po shoqërohen edhe me përgatitjen e strukturave simbolike, diplomatike dhe të përfaqësimit ndërkombëtar. Gjithashtu edhe burimet pranë kryegjyshit botror, Haxhi Dede Edmond Brahimaj, shtojnë se puna ka vijuar dhe se procesi ka hyrë në një tjetër etapë.
edhe pse miratimi në shtator i këtij shteti shihet me skepticizëm prej tyre. Ndërkaq, Intelligence Online thekson se urdhri Bektashi promovon një formë të moderuar të islamit dhe dialogun ndërfetar. Kryetari i Bashkisë Maliq, Gzim Topçiu, shpreh se është ende i paqartë nëse mbështet apo e kundërshton reformën territoriale, duke theksuar se duhen parë pasojat konkrete në shërbime, financa dhe investime. Drafti parashikon bashkimin e Maliqit me Korçën, ndërsa shumica e bashkive që preken nga reforma kanë dalë kundër shkrirjes së tyre. Në një kohë kur kolegët e tij nga 15 bashkitë që propozojnë të shkrihen, kanë lënë zyra dhe kanë dalë në protestë kundër projektit të mazhorancës, Gzim Topçiu ka zgjedhur që të veprojë ndryshe. Në Maliq ka nisur të gjesat, por vetë kryetari i bashkisë pohon se nuk e ka kristalizuar ende një mendim nëse është pro apo kundër projektit. Ende unë jam i paqartë për atë çfarë do të ndodhë. Në kuptimin e çfarë do të ndryshojë, nëse do të miratohet kjo reformë e re, cila do të jetë statusi i qyteteve tona, i bashkive tona, i kompetencave, i financave, i investimeve. Problematikat janë të gjera, edhe pavarësisht kjo nuk mund të thuhet me një po e me një jo. Madje duke i referuar e dokumentet të së majtës, ai nuk preferon termin shkrirje. Ligji propozuar parashikon që Bashkia Maliq të bashkohet me Bashkinë Korçë. Dhe organizimi i brendshëm propozohet të kalojë nga bashki në njësi administrative që jemi sot në bashki, qytet dhe njësi administrative. Madje duket sa i pret që nga ky proces të parit të Maliqit të mos ndryshojë kompetencat. Në projekt ligji parashikon që qyteti i Maliqit të ketë një organizim siç e ka patur me njësitë administrative. Njësitë administrative të Maliqit nuk do të varen nga Korça, po do të varen përsëri nga Maliqi. Nuk do të ketë kryetar bashkie, po do të ketë një zëvendës kryetar funksional. Sipas tij, reforma nuk do të parë për karriget e kryetarëve, por nëse qytetarët do të kenë apo jo më shumë shërbime. Unë mendoj që duhet të shikojmë sa shërbimet ndaj njerëzve vjen më afër, sa u zgjidhen më lehtë, sa Maliqi do të ecë jo me këtë ritëm që ka ecur tani, po do të ecë më mirë. Sa investime do të marrë më shumë, sa do të shërbejë qytetarëve. Drafti socialist parashikon që nga 61 bashki, vendi të ketë 46 të tilla, ndërkohë krijohen 25 qytete që do të kenë nga një nënkryetar. Familjarët dhe bizneset kanë ulur detyrimet për energjinë elektrike, ndërsa ujësjellësat vijojnë të mos paguajnë rregullisht duke rritur borxhet ndaj OSHE-s. Mbi 1 milion fatura kanë kamat vonesa. Do me qenë korrent me to sepse vini ndalit dritat. Ma mirë shko paguj, rri pa domate pa speca dhe... Një pjesë nga Afrika e të tjerë të ndërgjegjësuar, qytetarët shqiptar po i paguajnë rregullisht faturat e energjisë elektrike. Kjo ka bërë që detyrimet e prapambetura të abonentëve familjar ndaj operatorit të shpërndarjes së energjisë të binin në 44.5 miliard lek në mars nga 45.1 miliard në fund të 2025-s. Pensionista janë për shembull, po mirë, neve jemi mësuar t'i rregullojmë ato të ardhurat, edhe një çik fëmijë t'i kemi. Sa keni paguar për këtë muaj? Nuk e di, gruaja e ka paguar, po 150, 170. Po janë të tarapajishjet, janë punë. Megjithatë, nuk mungojnë as qytetarët, kryesisht moshuar që kanë të vështirë të shlyejnë faturat dhe rrjedhimisht përballen edhe me kamat vonesa. Ka pasur muaj që për shkak se nuk keni pasur, le themi, para për momentin të keni shtyr pagesën e faturës? E kemi shtyr. Ka pas shumë pak, po kam pas. Si e kam shtyr, se i kam dritat në mendim se çunin e kam të ndohë. Po. Dhe në momentin që ti e shtyn atë pagesën, ajo shoqërohet pastaj me kamat vonesë. Shumë. Paguan ca para më tepër. Po. Në linjë me qytetarët edhe bizneset po i paguajnë rregullisht faturat e energjisë. Në fund të marsit, detyrimet e prapambetura ndaj OSHE ranë në më pak se 8.8 miliard lek nga mbi 9.4 miliard që ishin në fund të vitit 2025. Por, ndërsa familjarët dhe bizneset kanë reflektuar, janë institucionet jo buxhetore ku përfshihen ujësjellësat që po vijojnë të mos paguajnë për energjinë e konsumuar. Të dhënat nga enti rregullator tregojnë se detyrimet e tyre u zgjeruan në gati 21 miliard lek. Për shkak të mos pagimit në kohë, numri faturave me kamat vonesa në mars arriti në gati 1.1 milion me vlerë gati 214 milion lek.
Kjo është java e konkurseve në Tiranë për pranimet në ato universitete që kanë vendosur kritere shtesë. Kandidat nga gjithë vendi po i nënshtrojnë testit elektronik të mjekësisë përgjithshme, i cili zgjat 5 ditë për shkak të numrit të lartë të konkurrentëve. Këtë vit garojnë 1381 të rinj për 436 vende. Një pjesë e tyre, pasi kanë dalë nga provimi, kanë prekur fitore. Kjo javë në Tiranë duket më nxehtë se çdo periudhë tjetër e verës. Është ky perceptimi maturantëve, kandidatëve për student, që krahas temperaturave të larta duhet të përballojnë emocionet e konkurseve për pranimet në shkollat e larta. 1381 të rinj, ndër më të mirët në rang vendi, po i nënshtrojnë në Tiranë provimit elektronik të mjekësisë së përgjithshme. Gara mes tyre bëhet për 436 kuota, ose thënë ndryshe, 3 pretendent për një vend. Mjekësia është preferenca e parë? Po, preferenca e parë, pastaj vjen inxhinieria. Ke emocione? Po, goxha emocione. Nga sa ke dëgjuar nga studentët, nga kandidatët që kanë zhvilluar konkursin, si kanë qenë pyetjet? Pyetjet më shumë kanë qenë fizikë dhe kemi, më kanë thënë disa shokët e mi, po koha ishte menaxhueshme dhe pyetjet nuk është se ishin shumë vështira. Si ka qenë kjo verë për ju? Vetëm me studime, me ushtrimet, duke studiuar fundin e pyetjeve, kështu. S'ka pushime, s'ka gjë, do mësojmë. Gjatë gjithë kohës, do më thënë, ka qenë e angazhuar dhe ajo ka qenë një nxënëse ekselente, ka dalë me medalje ari, kështu që ne shpresojmë që do ta fitoj këtu. Ashtu si dhe vitet e tjera, testi zhvillohet pranë qendrës së shërbimeve arsimore për 5 ditë, nga e ëna në të premten e 21 gushtit. Kandidatët të ndarë në grupe i nënshtrohen provimit special për lëndët e kimisë, biologjisë dhe fizikës. Pas një ore provim, e pasi kanë marrë në kohë reale pikët e testit elektronik, disa të rinj kanë prekur fitoren dhe titullin student. Sa pikë marrë? 93. Nga 100 keni marrë 93? Po. Sa po dole kë lajmërove të parë? Babin. Ishte ai që donte mjekësinë apo doje ti? Ka qenë zgjidhja ime, që kur isha e vogël, vazhdoj për mjekësi dhe ishte pasionim, ata gjithmonë kanë qenë mbështetës për mua. Nesër ka konkurse në universitetet private, jeni pjesë e këtyre konkurseve apo e mbyllët këtu? Jo, do shkoj të konkurroj dhe aty, pse jo të provoj, dhe po sigurisht që shtetin do të zë se ky ishte prioriteti im. Testi ishte shumë mirë, shkoj shumë mirë, unë mora 88 pikë, jam i kënaqur, do doja më shumë, po... Nesër ke ndonjë konkurs në ndonjë universitet privat? Jo. E mbyll me mjekësinë? E mbyll, tani shihem pushimet. Suksesa! Shumë faleminderit. Kjo javë në Tiranë do të jetë e ngjeshur me konkurset e pranimit në universitetet publike dhe private. Krahas degës së mjekësisë së përgjithshme, do të zhvillohet konkursi arkitekturës dhe urbanistikës, ai për deg të arteve dhe sporteve, ndërsa në fund të gushtit do të bëhet shpallja e të gjithë kandidatëve fitues. Kryeministri i Detyrit Kosovës Albin Kurti dhe kreu i LDK-s Lumir Abdigjiku thanë se ka vullnet që të dy partitë arrijnë një pajtim për presidentin. Edhe pse nuk u diskutua për emra konkret, ata thanë se eran dakord mbi profilin që kreu i ri i shtetit duhet të ketë. Pas 2 orësh bisedime për të gjetur një zgjidhje mbi çështjen e presidentit, kryeministri në detyrë Albin Kurti dhe kreu i LDK-s Lumir Abdigjiku sinjalizuan se nga të dyja palët ka vullnet për pajtim. Kurti u shpreh optimist dhe i cilësoi si shumë serioze bisedimet me Abdigjikun, ish presidenten Vjosa Osmani dhe nënkryetarin Lutfi Aziri. Ai tha se nuk ishte diskutuar për emrat të përveçëm për presidentin, por për profilin potencial që ai duhet të ketë. Diskutuam kriteret për figurën e presidentit apo presidentes së re, nga shumë kënde dhe në disa rrofshe. Besoj që mirëbesimit që kemi në njërën anë dhe në anën tjetër vullneti i qartë për të arritur marrëveshje për president, duhet të na bëjnë optimist. Abdigjiku ndërkaq tha se do të zhvillojnë diskutime me subjektet përkatëse politike dhe se në takimin e ardhshëm do të bisedojnë për emra konkret. Gjendja dhe çështja dhe tema në përgjithësi është shumë sensitive dhe kërkuam periudhë diskutuese të brendshme brenda subjekteve tona dhe konsultative edhe me shoqërinë secili në mënyrën e vet, para se të vi me emra konkret në takimin e ardhshëm.
Bisedimet u zhvilluan pasi Abdi Xhiku njoftoi se nuk dëshiron marrëveshje politike me Kurtin për formimin e institucioneve të reja, por shtoi se është i hapur për mbështetjen e një kandidati konsensual dhe jo partjak për postin e kreut të shtetit. Sinjalet pozitive vijnë pas refuzimit të partive kryesore në opozit për t'u bashkuar një takimi me presidente në detyrë Albulena Haxhiu ditën e martë. PDK dhe AK po këmbgulin në vazhdimin e seancës konstituive të kuvendit, ndërsa vetëvendosja e Kurtit ka thënë se më parë duhet një marrëveshje politike për të zgjidhur krizën. Tronditet skena politike në Ukrainë, ish-ministri i mbrojtjes Mikhailo Fedorov kërkon mbajtjen e zgjedhjeve gjatë luftës në sfidë më të madhe ndaj presidencës së Zelenskit. Deklarata e tij ka hapur një debat fort, pasi vendi është ende nën ligjin ushtarak. Për Volodymyr Zelenskin, lufta bëhet më ashpër jo vetëm në frontin me Rusinë, por edhe brenda vendit. Në atë që po shihet si sfida më e madhe ndaj presidencës së tij që prej fillimit të luftës 4 vite e gjysmë më parë, ish-ministri i mbrojtjes Mikhailo Fedorov bëri thirrje për mbajtjen e zgjedhjeve në kohë lufte. Në një deklaratë bomb, ish-aleati i ngushtë i Zelenskit tha se demokracia nuk mund të mbahet peng nga Rusia. Duhet të gjejmë një mekanizëm të ligjshëm, të sigurt dhe realist, që do t'i mundsonte Ukrainës të rikthente një proces demokratik plotësisht funksional edhe në kushtet e një lufte të zgjatur. Po përballej me një krizë sistematike të qeverisjes. Sistemi i vjetër shpesh funksionon sipas rregullave të veta. Që nga fillimi i luftës në vitin 2022, Ukraina është në ligjin ushtarak, çka ka pezulluar zgjedhjet. Fedorov u shkërkua papritur pas vetëm 6 muajsh në detyrë në Korik, mes tensioneve me kreun e ushtrisë Oleksandr Sirski. Shkarkimi i tij shkaktoi protesta në vend, ndërsa Fedorov refuzoi poste të tjera në qeveri duke thënë se do të rikthehej vetëm si ministër i mbrojtjes. Ai ka qenë një nga figurat më të rëndësishme në modernizimin e mbrojtjes ukrainase, veçanërisht në përdorimin e dronëve, teknologjisë dhe inovacionit në luftë. Thirrja e tij për zhvillimin e zgjedhjeve ka zemëruar disa komentatorë ukrainas. Një nga kritikët më të ashpër të Zelenskit argumentoi se edhe kundërshtarët më të fortë të qeverisë e kuptojnë se mbajtja e zgjedhjeve gjatë luftës është e pamundur. Pasi e shpallë Hormuzin territori amerikan në rrjetet sociale, presidenti Donald Trump tha se ngushtica mbetej e hapur dhe funksionale. Ndryshe pretendon Irani që i quan iluzione. Deklaratat e Trump dhe rithekson se Hormuzi do të hapet vetëm kur SBA të plotësoj kushtet. Shtetet e Bashkuara dhe Irani vjojnë të shkëmbejnë deklarata kontradiktore lidhur me ngushticën e Hormuzit. Presidenti Donald Trump pretendon se teksa bllokada detare ndaj Iranit mbetet në fuqi, Hormuzi është i hapur dhe funksional, duke përgënjeshtruar dhëndrin e tij Jared Kushner, që një ditë më herët tha se bisedimet me Iranin po vjonin. Trump pohoi se mes Washingtonit dhe Teheranit as nuk janë parashikuar dhe as nuk po zhvillohen bisedime. Nuk ka asnjë bisedë apo negociat që po zhvillohet ose që është planifikuar të zhvillohet me Republikën Islamike të Iranit. Bllokada detare mbetet plotësisht në fuqi. Ngushtica e Hormuzit është e hapur dhe funksionon normalisht. Të gjitha minat detare janë hequr ose janë shpërthyer. Në një reagim, kryenegociatori iranian Muhammad Bakr Kalibaf replikoi se ngushtica e Hormuzit mbetet e mbyllur dhe se do të qëndrojë tillë derisa SBA të plotësoj kushtet e marrëveshjes së përkohshme të firmosur në qershor. Marrëveshja 60 ditore skadoi të hënën dhe të dyja palët nuk kanë shprehur vullnetin për ta shtyrë atë. Kushtet përfshin zhbllokimin e aseteve të ngrira të Iranit, heqjen e sanksioneve ndaj naftës, ndalimin e kërcënimeve dhe operacioneve ushtarake në të gjitha frontet, si dhe përmbushjen e kushteve të tjera, që Amerika ka rënë dakord në kuadër të kësaj marrëveshjeje. Ngushtica nuk do të rihapet. Më herët presidenti Trump postoi një hartë të Hormuzit në rrjetet sociale, duke cilësuar atë si territorin e ri amerikan. Lidhur me këtë reagoi zëvendës ministri i jashtëm në Teheran Kazem Garibabadi. Ai tha se iluzionet e presidentit të SBA-s do të korrigjoheshin së shpejti prej Iranit. Prej thuajse 14 vjetër Shqipëria nuk ishte një festival të filmit shqiptar. Sa i njohim ne produksionet kinematografike dhe çfarë rëndësie ka një festival vetëm për filmat shqip. Kinasti Andamion Murataj flet për aty CNN.
Produksionet kinematografike shqiptare marrin pjesë në festivale të huaja, por në asnjë të dedikuar për filme shqiptar. Zakonisht ato kanë një premierë në kinema, disa përcillen ndoshta për një javë për publikun, por asgjë më shumë për te. Ka qenë një traditë e jashtëzakonshme, në fakt, ka qenë një fest e vërtet kombëtare kur bëhej festivali i filmit shqiptar. Krijojmë një panoramë shumë realiste pa llafet kinemas shqiptar. Është shumë interesante, unë sot po flisja me Erion Mustafarajin, që ka qenë fitues i festivalit të parë të filmit shqiptar 1975 me filmin Beni ecën vet. Unë mendoj që duhet të shndrohet sërish në një traditë paktën çdo 4 vjet apo çdo 5 vjet. Kemi ne aq produkt artistik sa të mund ta bëjmë këtë festival çdo 4 vjet. Unë mendoj 2/3 e kinemas shqip sot janë bashkëfinancimet huaj. Kështu që megjithëse buxheti gjithmonë lë për të dëshiruar, nuk duhet harrojmë se këto nuk janë filma të lirë. Po që ajo që është fakt është që kjo dekada fundit, domethënë padyshim, kinema shqiptare ka pas një rol më të madh ndërkombëtar se kurrë më parë. Cila është pika më e dobët krijimtarisë artistike në film? Ajo që ka ndihmojmë kineman e viteve themi 60-70 apo edhe 80 ishin studimet e shqiptarëve në për gjithë shkollat e botës. Jo vetëm në një shtet, jo vetëm në Rusi, por në Rusi, Çeki, Rumani, Hungari, Poloni, domethënë solli gjithë këto eksperiencë. Për shembull, sot nuk ka asnjë student shqiptar që studion animacion ndonjëherë në ndonjë vend të botës. Autorët që merren sot me animacionin janë çunat shumë talentuar që strapacohen me buxhete minimale, strapacohen ta bëjnë atë animacion dhe kështu që jam i lumtur që ekziston nga kjo pikpamje. Në çdo kohë unë them vazhdimisht, skenari i Shqipërisë nuk është më i dobët se drejtorët e fotografisë Shqipërisë apo se production, ku diun, gjithë farsoj aspektin duhet të jemi realist nga kjo pikpamje që klima e kinemas reflekton në të tërën e atë peshën që kanë qoftë edhe në buxhetin dhe rëndësinë e kulturës kombëtare. Me pika të dobta por me një traditë të fortë, kineastët edhe këtë shtator do të përpiqen të bëjnë pjesën e filmit sa më artistike. Sa do të arrijnë, kjo mbetet për të parë. Ignati është gati për të shkuar historinë. Rogozhinasit janë vetëm 180 minuta larg grupeve të Europa League dhe ëndra vazhdon. Ekipi i Neville Dedes do të luajë me norvegjezët e Lillestrøm, që së fundmi është larguar presidenti me pretekstin se nuk është në gjendje të kontribuojë në mënyrë të mëtejshme në këtë rol. Telashet e kundërshtarit që Rogozhinasit mund t'i shfrytëzojnë për të ecur përpara. Vetëm 180 minuta larg historisë. Ignatja vazhdon të ndërrojë në arenën europiane për grupet e Europa Ligës, pasi siguruan në Conference League. Rogozhinasit kërkojnë më shumë. Përballë norvegjezëve të Lillestrøm, sigurisht detyra nuk do të jetë as pak e thjeshtë, por në krah kanë fatin dhe momentin. Ekipi Neville Dedes do të bëjë gjithçka për surprizën, të ndihmuar dhe nga kriza e brendshme në ekipin kundërshtar. Presidenti i klubit Lillestrøm, Stian Thomas, ka dhënë dorëheqjen me efekt të menjëhershëm. Sipas njoftimit zyrtar, gjithçka lidhet me mosmarrveshjen mbi zgjedhjet strategjike dhe prioritetet kryesore për të ardhmen e ekipit. Ai ka theksuar se në rrethanat aktuale nuk është më vetëm në gjendje të kontribuojë në mënyrë të mëtejshme në këtë rol. Një panoramë ndryshe paraqitet në Rogozhin. Bulimet bëjnë të ditur se pas fitores ndaj Shamrock Rovers, presidenti Agim Demrozi ka dhënë një premio prej 200.000 eurosh për skuadrën nëse arrin të bëjnë mrekullinë dhe në play-offin e Europa Ligës. Kjo shifër mund të jetë edhe më e madhe, por fillimisht fokusi është vetëm në fushë. Rogozhinasit kanë vetëm një synim, të hedhin një hap të rëndësishëm më tej, që në ndeshjen e parë që mbahet në stadiumin e tyre në orën 19. Një detyrë e vështirë, por jo e pamundur. Silvinho në radaret e Fluminenses, me njërë pasi mbylli kontratën me kombëtaren shqiptare, braziliani ishte në kërkim për një aventurë të re në karrierën e tij. Pasi u spekulua si trajneri i ri i kombëtares së Algjerisë, marrëveshja nuk u arrit për detajet finale, ndërsa tani një tjetër sfidë me një klub prestigjos Brazil mund ta josh 52 vjeçarin. Pas aventurës me kombëtaren shqiptare, e cila u mbyll në maj, Silvinho duket se po kërkon kapitullin e radhës në karrierën e tij. Mundësia mund vi pikërisht nga vendindja, emri i trajnerit brazilian është rikthyer në qendër të vëmendjes, ku konsiderohet si një kandidat për të marrë drejtimin e Fluminenses, që aktualisht ka mbetur pa trajner. Ndër faktorët që i shtojnë pikë nuk është vetëm fakti se ka qenë lojtar me kombëtarin e Brazilit dhe klubet e mëdha europiane, por edhe drejtimi më herët i Korinthiasit, ndërsa rezultatet në stolin e Shqipërisë i dhanë një tjetër dimension profilit të tij. Me kuqezinë ai udhëhoqi Shqipërinë në Euro 2024 dhe më pas drejt një vendi në play-offin e botrorit 2026.
Paqishitjet kanë tërhequr vëmendjen edhe më tej, duke u përmendur si një kandidat për stolin e Algjerisë pas botrorit. Mirë, po kjo mundësi nuk u konkretizua. Nëse do të nënshkruaj me Fluminensen, për të do të ishte një rikthim në vendlindje dhe një mundësi për të provuar veten në një nga klubet më prestigjioze të Brazilit. Fluminense ka një histori të madhe në futbollin brazilian, ku ka ngritur dhe trofeun Copa Libertadores në vitin 2023. Autostrada Tiranë-Durrës pritet të ndryshojë vetëm mënyrën si lëvizje me makinë, por edhe pamjen e një prej akseseve më të ngarkuara të vendit. Një kontratë prej rreth 1.1 miliard lekësh parashikon ndërhyrje në mbikalime, por edhe ndriçime gjelbërim, ndërsa paralelisht po avancon edhe një tjetër projekt i rëndësishëm për transportin publik e rrugë Tiranë-Durrës-Rinas, ku nis ndërtimi i stacioneve dhe trenat elektrik pritet të mbrin në vitin 2027. Për gjitha këto do të lidhemi më njëherë me kolegun ton Mario Bragaj. Mario, të përshëndes, 1.1 miliard lek për mbikalimet. Çfarë ndryshimi konkret do të sjellë kjo ndërhyrje për trafikun dhe sigurinë në aksin Tiranë-Durrës? Tashmë autoriteti rrugor shqiptar ka lidhur edhe kontratën e cila pritet të zbatohet në arkun e 12 muajve për ndërtimin e 8 mbikalimeve, të cilat nisin që nga Isheshi Shqiponja deri në nënkalimin e Lumthit. Është një kontratë e cila ka vlerën e 1.1 miliard lekëve dhe veç mbikalimeve të cilat duhet përdoren nga këmbësorët, gjithashtu ka edhe në përmbajtjen e saj ndriçimin përmes dritave LED, gjithashtu edhe veshjen dekorative të mbikalimeve, gjithashtu dhe rikonstruksionin e shtresave asfaltike të dëmtuara. Është le të themi ndër fazat e fundit, në një kohë ku në autostradën Tiranë-Durrës tashmë po punohet në fazën e tretë për ndërtimin e saj dhe lejimin e kalimit me një shpejtësi deri në 130 km/h. Është një ndër ato kontratat, le të themi, plotësuese të ndërtimit përfundimtar të arterjes ndër më të rëndësishme të infrastrukturore të vendit, e cila lidh dy polet më të rëndësishme ekonomike në zhvillimin ekonomik të vendit, Tiranën me Durrësin. Përtej asfaltit dhe betonit, kontrata përfshin ndriçim dhe gjelbërim. A kemi të bëjmë me një projekt që synon të transformoj edhe estetikën dhe standardin e kësaj hyrje kryesore të vendit? Po, sepse është pika hyrëse e cila shpeshherë le të themi përbën edhe kontaktin e parë me tuajt cilët vinë në Shqipëri, ata cilët akomodohen në Tiranë, e pas përfshirë këtu ata cilët vinë për turizëm, për biznes apo për qëllime të tjera në Shqipëri, cilët fillimisht nga Rinasi zbresin drejt Tiranës, e pas mund të lëvizin në qytetet e tjera, kështu që kontrata përmban edhe qëllime dekorative për të dhënë një pamje mirësjelljeje dhe mirëseardhje për Tiranën, për të mikpritur gjithë ata të cilët vinë, do të ketë gjelbrime të cilat do të shkojnë në të dyja karrexhatat e autostradës, si atë e cila vjen nga Tirana në drejtim të Durrësit, por edhe atë ana Sjelltas, gjithashtu edhe në trasen e cila ndan dy karrexhatat, gjithashtu do të ketë gjelbrim, do të ketë edhe dekoracion në pjesën e mbikalimeve, po ashtu edhe ndriçimi LED, i cili është një element plotësues për të dhënë pamjen e plot të një autostrade me standarde ndërkombëtare, ku shpejtësia e lëvizjes do të jetë 130 km/h dhe le të themi kushtet teknike do të jenë të standardeve europiane. Dhe të flasim për një tjetër çështje të rëndësishme, Mario, e rrugë Tiranë-Durrës, Rinas, duket se po hyn në një fazë konkrete me ndërtimin e stacioneve. Çfarë afati duhet presim realisht për funksionimin e linjës dhe sa do të ndryshojë kjo mënyrën se si udhtojnë qytetarët mes Tiranës, Durrësit, por edhe aeroportin diçka? 22 minuta për të shkuar nga Tirana deri në Durrës dhe rreth 12 minuta nga Tirana deri në degëzimin e Rinasit, paktën kështu parashikohet në projektin e një prej projekteve dhe më të rëndësishme në fakt e kurudhore në vend. Jemi në fazën e ndërtimit, në fazën e punimeve civile për ndërtimin e stacioneve kurudhore. Janë plot 8 tillë cilët do të nisin nga ish stacioni i vjetër i trenit në bulevardin
e ri në kryeqytet dhe pas shkojnë deri në atë fundor në Tiranë, ndërkohë janë lidhur edhe kontratat për elektrifikimin e trasesë Hekurudhës dhe gjithashtu edhe për blerjen e trenave. Kështu që sipas parashikimeve të Hekurudha Shqiptar, institucioni zbatues i këtij projekti, në mesin e vitit 2027 pritet që në fakt vjen funksionim edhe trenat e parë. Do duhet themi në fakt që lëvizja e trenave duhet kishte ndodhur që prej vitit 2025, por ka pasur disa shtyrje, kështu që mesi vitit 2027 le të themi është afati përfundimtar i dhënë nga Hekurudha Shqiptare për të bërë të mundur lëvizjen e trenave nga Tirana në drejtim të Durrësit dhe Anasjelltas. Qartë, mirë, Mario Bragaj, të falenderoj për trejat më të fundit. Kemi ardhur në fund aty sot, e kujtoj për zhvillimet më të reja na ndiqni në faqen tonë zyrtare aty CNN.com. Bashkë kemi përfunduar tu, mirupafshim.